Landibica dhe njësiti i ushtrisë shqiptarit Kosovës, i cili ka qenë në Landovic, ka qenë një nga pjesët më vitale të ushtrisë shqiptarit Kosovës, cilët e kanë kryer një punë të jashtëzakonshme, veçanërisht në bartjen logjistike, por në njëjtën kohë edhe gjithë shtabit përgjithshëm lëvizjet gjatë pjesës kufirit përmes zonës Hasit. Kisha me cek rastin me 9 nëntor, na hynë ta për në Kosovë, edhe të gjithë kanë qenë e prarë thuajse më të lartë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke filluar nga Bislim Zeropi, Sali Veseli, Kadri Veseli ka qenë mesën e tyre, ka qenë bokseri super me shala mbi emrin, nga Peja, Vegji Alili, Hamza Morina që ka bërë do fotografia të dojnë një qëzim. Edhe derisa vinë këta, na e dinim, po tentonim që në momentin si të vjen për cilë si këtive që ka qenë Vajtukaj, tani është dëshmor, ai është vërnu më ardhë më në tërguneve edhe kur është zbarë dita, kemi tentu me shku me i marë në fshatin Lubisht, ku i mjafru afër fshatit kemi po që fshati është i rrethu. Këta ka qenë më rëndësit fshatit, me një familje të Hasit, të Lubishtës aty. Kemi tentu me njerë, kemi marrë telefonin, kemi pas telefon satelitor dhe kemi kontaktu me Sadi me Beslim Zeropin aty dhe disa tjeri kemi të rëgu që është e rrethu në ajo pjesë. Mi për një kontribut për largimin edhe këtive dhe gjithë që kanë bo edhe ta djemë të Lubishtës Hasit që kanë qenë, edhe ta kanë qenë të lidhe me njësin tonë, nga se kishim raportet dhe kontaktet Beslim Muqaj dhe Isuf Kajdom, që e disa tjerë. Aty të largohen, tani hynë malë, Kadri Veseli me gjithë grupën, me Beslim Zeropin e me tjerët, derisa forcat serbe hynë në fshatë dhe i mbledhin i gjithë fshatin, e qesin mes fshatit, se i shifshim nga largë me Dylbi, edhe nuk kanë tërgu i gjithë fshati për këta ka jo nëse a ka qenë dikurse. Se ishte kongullja serbe dhe një njësi speciale është ardhë aty në këtë kohë kur kanë qenë ta. Edhe gjatë kontaktit me këta, kemi tentu deri në orët e vonat mramjes, se kemi marrë nga një pjesë tjetër, thuaj se kanë hesë edhe një, mos tamë vend malor aty, një 10 kilometra ndoshta kanë hesë në kom, është dashur me marrë nga fshati Gjona i Hasit, edhe ato është dashur me marrë një traktor, se pozicioni ka qenë shumë i rëndë. I kemi marrë në atë kohë dhe i kemi prunë përsëri në Landovic, atë natë kanë qëndru tek ne në Landovic, janë pastru, në shtëpin dhe shtabin ku kemi pas, kanë hongër buk nga në lokja mjera dije, dhe të nesërën i kemi qu për në shtapër gjithë shumë. Pra e keni, prandaj janë edhe këto fjallet e Kadri Veselit për punën e juj, sepse pra e jeni kujdesur shumë pra për sigurinë e tyre në një kohë mjaft të vështirë. Por sot pra krerët e UÇK-s po i shohim të cilët po mbahen pa drejtësisht në Hagë. Cili është mendimi juaj për këtë gjykatë, e cila fatkeqësisht votua në vendin e Kosovës? Ne mësirësh jemi në muajin mars dhe në 26 mars mos i mbetën bësh rastit forcat serbe hynë fshatonin aty dhe ne njësia jonë bëhe gati për me shku me ndihmu fshatarve të ku luftohej, ku i kishim edhe djemët e tonë, brigada 125, 124 në atë pjesën e Retije, se Kolibari, ka pjesa e Sorekës e Rovecit. Derisa ishme në aty hinë forcat serba, një tokë i ushtrisë serbe, edhe fillon me gjujt në përfshat, edhe me bërtit largonin nga këtu në gjuhën serbe. Vjen dikush në tërgon eve aty, thënë ka një forcat serbe, edhe derisa kemi shku në atë ofër shtabit, se kishim armatimin aty, veç Ervolit i kishim edhe ka 2 bume me veti. Me Shim Gashin, dëshmorin, Selim Morinën edhe disa tjerë. Disa djem, një 2 në Landovicës, vish kanë fillu më u gjujt me ta që mos me leju mu. Ka qenë shumë të mërshme aty, se kanë fillu populata më largu, se vetëm ne, vetëm e si fshat aty nga atë pjesë. Edhe populata mrena 10-15 minuta është largu. I mi afru në ofër shtabit, i kemi marrë rënd dhe kemi fillu luftimet me ta. Në këtë kohë, në këtë rast, pra, plagosët rënd dhe Shim Gashi. Mi për Shimi, para se plagosët dhe në rastin i plagosër, para vetës i kalon 3 dvrom aty, 3 ushtarak sërb. Zbashku kemi qenë aty, e kam të rek,
Kemi hi mranda, është të kthy edhe në Lokja Miradin këtë rast. Mirë po, me lembecek se njërin nga ta ushtarët sërb e kishte marrë një flamur me shqiponje në një shtëpi, ka hynë në shtëpi në Landovic, edhe kishte lidhën automatik edhe e mbante vjerë. Edhe ato, tani ja kemi marrë atë shqiponjen atina, ja kemi marrë edhe armë të ative. Kujtohet e shimi në momentën e fundit, e kam shty mranda aty shtabit ku kishim në katin e parë, edhe heqë rrypin ka pas rrypin me revole me gjithë ato, edhe më thot mu merre qitë e ti para ti. Më ka shti me qitë rrypin para revolen e ti edhe gjithë ato, thot unë e kreva temën, më tha. Edhe nisa unë pak se ato emocione shtu, po tha unë e këm kry temën. Ato kanë qenë momentet e fundit, dhe tani pasaj është këty Selimi me disa shok tjere kanë marrë. Diku ka ora 5 mbrëmje ka dhënë, kanë ndru jetë.